Për femrat që nuk duan thot t'i mbajnë fëmijët me qumësh nane, a është haram? Nëse kanë arsye shëndetësore, pra mjekësore, nuk ka problem, inshallah taala. Edhe nëse nuk kanë arsye, s'po themi që është haram, mos më u dhon qumësh nana, por unë nuk e di se si mundet një nanë e cila, po tham, e do fëmin e vetë, e do foshlin e vetë, edhe me ndal nga mirësia qumshtit nanës që Allahu xhaleshon e ka ba ushqimin më të mirë, më të rëndësishëm, më të nevojshëm, që mjekësia vërteton këtë gjë dhe hyni ku do lexoni e shihni se çfarë dobi ka edhe për nanën, edhe për fëmin gjithënia, domethënë foshnjës. Prandaj nuk mendoj që një nanë për budallakit e veta, thjesht pse ju ka tek mos mi dhon qumsht ose po priton ose ku e diçka, mos mi dhon foshnjës vet. Pra nuk është arsyeshme as e logjikshme, as humane, as njerëzore, as fetare me bon një gjë të tillë. Por nëse e bën, hajr inshallah, nuk themi që është haram, por ajo nanë domethënë nuk e ka zgjedh formën më të mirë edhe për veten e vet për sevap, të vetin, po edhe për rritjen e foshnjës së saj.